Drejtori i klinikës për sëmundje infektive Fadil Cana ka konfirmuar se edhe një tjetër pacient i prekur nga ethet e Nilit perëndimor ka ndëruar jetë dje pasdite duke shënuar rastin e 6 me përfundim fatal. Sipas Canës bëhet fjalë për një pacient 72 vjeçar nga Shkupi. Pacienti kishte edhe disa sëmundje të tjera shoqëruese mjaft serioze. Siç tha Cana, pacienti i ndjer ishte shtruar në klinik para 15 ditësh në gjendje të përgjithshme jashtëzakonisht të rëndë dhe me pasqyrë të rëndë klinike. Ndërkaq, Cana bëri të ditur se deri më sot në klinikën për sëmundje infektive janë shtruar gjithsej 51 pacient, nga të cilët 27 janë shëruar. Momentalno në klinika Vaseos. Për momentin në klinikë ndodhen 18 pacient, prej të cilëve 15 kanë infekcion të konfirmuar laboratorikisht nga Nili perëndimor në formën neuroinvazive, ndërsa 3 pacient dyshohet klinikisht për infekcion nga Nili perëndimor në formën neuroinvazive. Për fat të keq, duhet të njoftoj se dje gjatë orëve të pasditës ka ndëruar jetë edhe një pacient. Po ashtu, drejtori bëri të ditur se aktualisht pacienti më i ri në klinik është 26 vjeç dhe se është në gjendje të mirë shëndetësore. Cana njoftoi se në repartin e kujdesit intenziv me pasqyrë të rëndë klinike ndodhen ende 5 pacient dhe janë pacient të moshuar.